lojë të fortë. Konsiderueshëm lojë të fortë. Okej. Dakord, interesante. Pate free garbin duke. Jo, se kam free Për shembull, garbin fare. ç'a konsideron ti konsiderueshëm të fortë? Konsiderueshme të fortë është që në marrëdhënien Brikena Mateo ka qenë në situatat më të vështira dhe kjo Selin, që pas ka bërë këtë lojën kaq të shëmtuar, sipas Mateos, ka qenë ndër të parat unë dhe Kristi që jemi ulur dhe kemi diskutuar se si Mateo të shpëtoi nga nominimi që partnerja e tij sot e ka vendosur dhe se si mund të fitoj publikun edhe lojën e tij këtu brenda. Konsiderueshëm të fortë konsideroj dhe faktin që përpara Mirit që sapo e pam, edhe Mateo ka pas ofendime nga më të ndryshme. Konsiderueshëm të fortë mendoj që ka patur debate të ndryshme, edhe me Stenaldon, edhe me Malin, që Malin ndonjë afër. Ka pas debate me Brikenën kur doli dhe tha lojtare më e fortë është me Selinin. Ka pas ulje ngrehet, do të thonë konsiderueshme e fortë është që mund bënte një lojë tjetër edhe më të fortë, por deri për këtë që ka bërë Mateo është konsiderueshëm e fortë. Po Lediot, vetëm një përgjigje kam që para 3 minutash tha është një lojtar i fortë që ka pas debate, situata dhe argumenta. Po çfarë thash tani më? Që nuk i pëlqeu përgjigja ime, i pëlqen Galën Sul. Konsiderueshëm e fortë, çka konsideron ti? Mateo, ti ke frikë të vlerësosh lojën e dikujt tjetër. Tani nxjerr anën time ke frikë të vlerësosh lojën e dikujt tjetër. Nuk më lartësoj fjalët e tua, mua më lartëson mbështetja e publikut. Ti ke frikë të analizosh dhe të argumentosh edhe ta vlerësosh lojën e dikujt tjetër. Sot bëj unë analizën të vetohet se Lini nuk e bën ndonjë analizë këtu. Çiç apo super mu, çiç apo super mu. Njerëz të tjerë, ose nëse ke dhënë argument, atëherë unë kam vërtet e pamëndë. Ti bësh agresive, fillon në vërtet. Jo, s'është vërtet. Ndërkohë që dy herë që kemi bërë debat. Mateo, ti ke një problem shumë të madh që ti e ke në mënyrë absolute. Edhe tani që të dhash një mendim për lojën tënde, që ti nuk dëgjon, Mateo, nuk zhvillohet që pas ke pasur për mua. Edhe vazhdimisht ti më ndërpret. Mateo, nuk zhvillohet. Është e pamundur të zhvillohet një debat me ty. Ka qenë shëndriti Mateo Borri tek Borri atje një mendim ti bën të indignuar. A ka qenë ajo darka që theu Mateo, po të lutem më lër të flas, që ti ta kuptosh pse un kam këto vendime për ty. Indinjuar, jo, normal. Dysho, Mateo, prishen. Prishen po mund pajto, po nuk i dalin kundra njëri tjetrit. Nëse ti me zor pas ke prit me më ullë, kjo është tjetër gjë. Por, më vjen keq, nuk më ullë dot. Sepse kur ta ka thënë një koment për raportin tuaj, se ka ardhur mirë sepse është e vërteta. Mateo ka thënë këshilla. Ka ulur në tavolinë dhe ta ka bërë bisedën nuk i blen. Në momentin e parë që Mateo ka jepë argumentin, nuk vjen një natë. Patjetër, e ke aty mund ta bësh. Mateo, do të bëj një pyetje. Më thuaj një gabim që ti ke bërë në Big Brother. Bravo. Ma thuj ti. Ja, ma thuj ti. Okej, e mora përgjigjen. Urdhro. Një njeri që nuk e vlerëson veten tënde. A ke pas gabime? O zotria, a ke gabime ti? Pyetja ime është, a ke gabime? O Mateo, a ke gabime ti? Gabime. Mateo, në momentin që konsideron që nuk ke bërë asnjë gabim, mund të thuash që nuk kam bërë asnjë, Mateo, nuk ka nevojë të thuash që ma thuaj ti. Unë se kjo tha vlerësimi për veten duke treguar gabimet e tuaja. Jo vlerësim për veten, duke treguar gabimet e mia. A ke bërë një gabim të brenda, nëse po na e duke thënë gabimet e mia, unë me argumentat e mia ja tek përgjigje. Nuk di ta vlerësosh veten tënde këtu brenda, jo vlerësim për veten tate. Unë prandaj them që ky nuk dëgjon. Nuk di ta vlerësosh. Ti ke joshim Okej, pra Mateo nuk i përgjigjet pyetjes nëse ka bërë ndonjë gabim aty brenda. Me sa duhet pas ka bërë. A ke bërë ti një gabim aty brenda? Njërin dua. Njërin që jam akoma shumë është fakti që këto e përmendin çdo ditë, një deklarat, një gjë që kam riprodhuar në lidhje me një nga origjinat tona shqiptare. Një nga gabimet më të mëdha. Atë gjën e batutës stereotipe. Një nga gabimet e tjera ka qenë ofendime kundrejt Juelës. Edhe ofendime kundrejt Rogerit, kaq ka pas. Ofendime këtu që kanë marrë nga Selini ka qenë një Juel dhe një Roger. Pra Mateo, ti vazhdon të thuash që nuk ke bërë asnjë gabim. Oledion, es qarova, meqense doni detaje, i gabim që ishte prap kërkova falje dhe ishte në prime. Jo detaje, jo, ajo të pyeti a ke bërë ndonjë gabim, ti mund t'i përgjigjesh ose nuk kam bërë, ose kam bërë këtë gabim, po nuk e pse i përgjigjesh me
Ma thuaj ti. Jo, bëra qartë, unë jam këtu për t'i treguar të tjerëve gabimet e mia. Jam Big Brother, qofse të tjerët janë aq të aftë, më treguar mua gabimet e mia. Ja Dakord, jam dakord me këtë, po në momentin që të tjerët të vënë në dukje atë që ata konsiderojnë si gabime të tuat, ti pastaj ato nuk i pranon, si që ndodh me GQ Gjanëm se... Gabimun e pranoj, si shme nëzorën, Prime, thash, çështjen që bëbajat qërë qafit, thash me zotlar, është gabimi im. O, Mateo, po kuptoni për çfarë po flasim ne? Edhe çfarë po theti? Ti po flet për një batut të pamun që them po flas për lojën, a ke thënë ti gabim në lojë. Ti thua prap raport me Brikenën. Atëherë okay, faleminderit. Loja Mateo sa ka qenë raporti me Brikenën, rregull. Dakord. Okej, për te këtij debati, një nga sfidat e këtyre ditëve ka qenë edhe të bëheshit reklamues të rezorteve prestigjioze më të shkëlqyera që ofrojnë pushime të ëndrave nga Globus Travel dhe juve u bët ato që quhen spokespersons, pra personazhe të cilët tregojnë më të